Shkrimtari dhe krijuesi Legjan Duet Dragusha është një prej personaliteteve të botës i cili u vlerësua në Itali me çmimin special ndërkombëtar të ekselencës Divinamente Donna 2025. Çmimi u dha për prozën Dashuria e një gruaje ku me metafora të pasura, autorin Duet Dragusha pikturon në mënyrë perfekte figurën femërore në nkthjetrat e atyre që e shfrytëzojnë duke rrezikuar qenien e saj aq të prisht, por sa dhe të fuqishme ndaj përvojtjeve të tilla. Eventi ndërkombëtar i ndarjes së çmimeve organizuar në Senatin e Republikës Italiane në Rom, ku salla ishte mbushur me praninë e pjesëmarrësve, figura prestigjioze të ftuarish nga Italia dhe vende të ndryshme të botës. Il modo in cui riesce a esplorare la psicologia dei personaggi rendendoli complessi e sfaccettati. Ecco, sì, grazie. Shkrimtari Duet Dragusha thotë se ky ishte një vlerësim i veçantë, çka e frymëzon edhe më shumë për të vijuar me krijimtarinë e tij artistike. Thënë të drejtën, unë ndihem shumë i lumtur brenda vetes. Jo për sfidë, jo për sfiduar, por një kënaqësinë e vlerësimit. Sepse është një vlerësim ndërkombëtar, nuk është një vlerësim që bëhet nga një mik, nga një shok, nga një juri dashamirëse me njohës, por është një juri që nuk njeh asnjëri. Unë nuk njoh asnjëri nga ajo juri. Kështu që kjo është e veçantë e para dhe e dyta. E veçanta e dyta është deri tani nuk kam dëgjuar që një artist shqiptar ka marrë në një çmim premio si ky çmim, që është një motivim shumë i madh dhe shumë i lartë, edhe nga vlerësimet dhe konsideratat që ata shprehen. Kështu që ishte diçka krejtë e veçantë, krejtë e bukur, krejtë e inspiruese, krejtë e mirë, domethënë e veçantë. Ky event ndërkombëtar organizohet dhe promovohet për herë të dytë nga shoqata Verbumlandia Art, ndërsa çmimi Ekselenca arriti të marrë edhe autoria tjetër shqiptare pjesëmarrëse në këtë konkurs, Suela Boçi, me librin Optika ndaj cënimit të drejtave të nxënësve.